dëgjues, tani do të zhvendosemi në hapësirën e intervistës ku çdo të diel në orën 16:30 do të kemi të ftuar avokatin Altin Goxhaj për të diskutuar rreth aktualitetit politik të vendit. Tashmë ndërkaq Partia Socialiste arriti të kryesojë në vota në këto zgjedhje duke fituar mandatin e 4. Zoti avokat, ju përshëndes. Detje, kënaqësi që jam këtu mes jush, por kam zgjedhur sot një vend shumë të veçantë për ta dhënë këtë intervistë. Kam ardhur në Berat, në një shtëpi muze që është kryer në një bujtin muze, ku vinë turistë nga gjithë bota, dhe kam vendosur që në vend kapeles time tradicionale që kam mbajtur gjithmonë, të mbaj këtë qeleshe që e gjeta këtu, bashkë me profesor Sazan Gurin, me Armando Vrushin, tu kanë edhe turistë huaj që janë. Kjo është që të bujtina Guri në kalan e Mangalemit në Berat, Muke Murët, dhe e zgjodha këtë sepse dhe tema e sotme ka të bëjë me atë që quhet halli më i madh që i ka gjetë shqiptarët, nëse do të kenë akoma një vetë të tyre, apo do ikin dhe këta që kanë bërë. Pasi nuk kemi të bëjmë me fitoren e Partisë Socialiste, por kemi të bëjmë me pushtimin përfundimtar të agjendës Soros për të shpopulluar dhe shqiptarën e fundit. Unë isha këtu me Zan, 3 njerëz të Aleancës Konservatore dhe për të biseduar sot, dhe edhe këtë vend për dhënë një mesazh publik për gjithë shqiptarët, nga kjo bujtinë historik ku jam i rrethuar nga historia në çdo dhomë, në çdo ambient, për të kujtuar shqiptarëve që në fundin tonë. Kjo nuk është një çështje e një zgjedhje, por ka të bëjë me një gjë më të madhe. Avokat. Me 84 votat e Ramës. Po. Pra ju po thoni që ka aludime për fitoren e mandatit të 4 të Partisë Socialiste? Pra aludime për manipulim të këtyre zgjedhjeve? Jo, unë po them, jo vetëm manipulim, po unë po them që këtu po diskutohet ekzistenca jonë, nuk po diskutohet një mandat i 4. Si keni gjykuar mandati fundit të gjithë procesin e zgjedhjeve parlamentare? A ka pasur paregullsi, janë konstatuar abuzim? Po. Të cilat janë? Po, bashkë me kolegët ne kemi zbërthyer gjithë skemën e asaj që quhet manipulimi më i madh që është bërë në Shqipëri, i ndoj palëzgjedhjeve, por edhe si një vazhdim i një manipulimi të vazhdueshëm, por që këtë herë për shkak të kushteve historike dhe kohore, të shpopullimit total të Shqipërisë, dhe të vrasjes përfundimtare të shpresës, mund të themi plot gojën, këto zgjedhje përcaktuan që Shqipëria nuk do ketë më zgjedhje. Ketë më kur zgjedhje, do ketë votime, po jo zgjedhje. Nuk ka asnjë mundësi që të fitojë, po industria, organizimi, makineria e luftës ndërtoi edhe nga forca jonë politike nëpërmjet gjithë dokumentimit të asaj që ata e quajnë krim zgjedhor, kurse do të quajë genocid zgjedhor. Si marrim me radhë. Në fletët e votimit ndodhet një rezultat. Fletë votimi, a përfaqësojnë realisht numrin e votuesve? Numrin e votuesve flas, të real, fizik. Pra po flasim për zgjedhjet brenda vendit apo për votën e diasporës? Pra po thoni që nuk figurojnë numrat e saktë në fletët e votimit? Po. Në të dyja? Do të thënë dhe brenda dhe jashtë vendit? Fletët e votimit janë shumë më tepër se sa votues, po. Pra kemi në jashtë shtetit kemi të drejtat të hequra të votuesve, që mungon e drejta e votimit, por kemi shtesa votash. Në Shqipëri kemi gati 150.000 vota më shumë. Ne kemi zbërthyer edhe ke Fox News për gjatë javëve të fundit se si KQZ-ja kishte ndërtuar një sistem manipulimi total me ato që quhen makinat identifikimit elektronik, që ata i quhen makinat identifikimit biometrik. Në këto makina në mënyrë të palishme ka qenë instaluar transmetimi online me një kartë SIM Vodafone që kontrollohej nga zyrat e patronazhistëve, që u i pa vetë në kapjen që u bë pranë një njësie ku ishte Erion Braçe, ku 2 patat që ndodheshin në ato çanta. Kemi të bëjmë me një kontroll total manipulimi të çdo pajisje identifikimi elektronik. Dhe në gjysmat e qendrave, nga 5.000 që ka Shqipëria në 2.500, ne kemi ekskluzivitetin e kryetarëve të komisioneve që janë Partia Socialiste. Këta persona kishin ekskluzivitetin për të përcaktuar nëse karta ishte saktë apo jo e votues.
ne kemi zbërthyer në KQZ në një eksperiment që ka transmetuar dhe Fox News-i, se si një qytetar mund votonte 10 herë me këto makina të identifikim elektronik në 10 gishtat. Se do të thotë, në 2500 qendra, mundësia e manipulimit ka qenë e madhe, por faktikisht spondon me censurin e Shqipërisë 2, si ishte një manipulim total që nxori që në Shqipëri mungonin vetëm 400.000 njerëz, që do të thotë vetëm shifra e fëmijëve që mungojnë në Shqipëri, që janë 400.000 fëmijë deri në moshën 20 vjeç që mungojnë në sistemi shkollor, i bie që asnjë shqiptar s'pas ka ikur nga viti 2011 deri tani. Se thotë në Shqipëri mungojnë 1 milion vetë, ndërkohë në fletë e votimit ne kemi shumë më tepër votues, që o do kishin votuar 99.99% e shqiptarëve, o 110% e shqiptarëve. Dhe ne na rezulton që 150.000 vota nuk i korrespondojnë numrit votues. Avokat, do doja të ndalësh impakt tek votet diasporës specifikisht në Greqi. Yes. Do doja të ndalësh impakt tek votet diasporës në Greqi me kërkesën e Partisë Demokratike për të bllokuar numërimin e këtyre votave, me rrëzimin e KQZ-s edhe të KAS, dhe Kolegjit Zgjedhor ndjes për kërkesën e Partisë Demokratike. Si e gjykoni ju? Pse u bë kjo kërkesë nga Partia Demokratike? Çfarë u konstatua? Unë gjykoj që rasti Greqisë është më skandalozi, është më masivi i manipulimit zgjedhor, që ka të bëjë me një proces krejtësisht fake të DHL-s me KQZ-n, ku faji kryesor është i KQZ-s, e cila ka ndërtuar një skemë me DHL-n në kundërshtim plot me rekomandimet që ne kemi dhënë në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Kjo skemë ku dallonte nga vendet e tjera në diasporë? Ja t'jaf. Okej. Po. Yes. Ju e dini që s'kemi të publikuar asnjë kontratë të KQZ-s me DHL? Ende, megjithëse kërkohet prej 2 javësh nga PD-ja që do të ishte kërkuar para 2 muajsh. Ne kemi të bëjmë me 2 fjalë me një sistem krejtësisht manipuluar, ku në Tiranë ne kemi edhe një moment shumë të rëndësishëm që Aleanca Konservatore i drejtohet Odiri OSB-s me dokumenta se si zyra e Tiranës e Odiri OSB-s ka manipuluar dhe ka mashtruar OSB-n për makinat e identifikimit elektronik për të fshehur një krim zgjedhor korruptiv ku janë përfshirë zyrtar të OSB, Odir Tiranë, bashkë me Eceli Bashin në nëheshtjen e plot të zyrtarëve të Partisë Demokratike në KQZ. Kemi nxjerrë të dhënat plota se si KQZ-ja është totalisht manipuluese, por në pjesë të manipulimit janë dhe zyrtarë të lartë Partisë Demokratike. Që nga Ivi Kaso, që ka mbuluar këtë çështje dhe që në këto histori të gjatë, me Orel Bylykbashi, me Gazbardhi e me shumë të tjerë që kanë manipuluar dhe kanë fshehur të vërtetat që ne kemi diskredituar prej 4 vjetësh në KQZ, që janë përfshirë edhe në tenderat që është bërë për makinat e identifikimit elektronik. Këta kanë fshehur krimin e tyre dhe e kanë shkatërruar të gjithë procesin zgjedhor për të mbrojtur vetën e tyre nga pistoqet që kanë bërë këto 4 vjet që në 2021 deri më sot. Dhe kjo akuzë është shumë e rëndë, por unë mund t'ju garantoj që do të lexoni nesër një dokument që i drejtohet Odiri OSB-s për një mashtrim dhe manipulim që është bërë dhe raportet e tyre nga zyrtarët lokal duke i mashtruar dhe zyrtarët e lartë Odiri OSB-s me dokumenta mashtrimi dhe fake për të fshehur korrupsionin e tyre. Kemi gjetur dhe individin brenda Odiri OSB-s, specialistin e IT-s, e cila ka qenë e përfshirë totalisht të këtë manipulim, duke futur në raportin e Odiri OSB-s një fjalë të rreme për të fshehur manipulimin për 150.000 votuesish fake, që është pajisjet e identifikimit biometrik, një fjalë e rreme që nuk korrespondon fare realitetit, që nuk ekziston, është pajisje e identifikimit elektronik, e cila nuk kryen asnjë identifikim, përkundrazi me marrëveshjen PD-PS të 2020-s, 2021-shit dhe të vazhduar prej kaq kohësh nga Orel Bylykbashi, Ivi Kaso dhe Gazbardhi, këta kanë fshehur se si pajisjet e identifikimit i japin mundësi të votojnë socialist nga 10 herë për 10 persona në 10 qendra ndryshme votimi. Dhe ne kemi nxjerrë të dhënat plota që kemi diskredituar dhe opozita ka heshtur këto 4 javë vetëm e vetëm që të fshihni krimin e tyre këta personazhe të përfshirë të histori me KQZ-n. I kemi paraqitur me dokumentat plota, me fakte se si këto pajisje ishin falsifikimi plot, por çfarë bënin? I lëndin pa punë sekretarët e komisioneve, sepse ja kishin dhënë ekskluzivitet me kryetarëve të komisioneve, ku 2500 kryetar ishin Parti Socialiste. Dhe ju e llogarisni se çdo do të bësh 2500 qendra të votojnë nga 10 vota për person socialistët përkatës, të monitoruar, të organizuar në emër të qytetarëve të tjerë. Kjo ishte lidhje me pjesën e Odiri OSB-s. Ndërkohë që do t'ju kujtoja që
jam totalisht i neveritur me sjelljen e shumë zyrtarëve të Partisë Demokratike, kanë qenë drejtues qarqesh. Po, avokat, doja të Kanë ndalesha një rezultat pak tek Partia Demokratike. Ju, duke qenë, për ata që nuk e dinë, do ndjekësit e Fox News, ju keni dhënë dorëheqjen nga partia juaj, Partia Konservatore, Aleanca Konservatore Shqiptare, por ju para zgjedhjeve parlamentare keni zgjedhur të bëni koalicion me Partinë Demokratike dhe Aleancën për Shqipëri Madhështore. Për çfarë arsye ju keni dhënë dorëheqje? Pastaj koalicion. Sepse kam dështuar. Sepse partia nuk i qëndroni më bindjes që Partia Demokratike është e duhura për këtë sistem. Jo, nuk kam lidhje me këtë temë, nuk është temë për diskutim. Kjo do shqyrtohet nga formacionin e jemi rënë dakord që të bëjmë këtë koalicion të gjithë bashkë, sepse ishte vetëm mënyrë për të mos shpërdoruar votat. Ju keni parë mandate, një mandat me 50.000 vota, me 60.000 vota, apo jo? Me këtë humbje të zgjedhjeve parlamentare nga Partia Demokratike, çfarë qëndrimi keni? Më fal. Ta mbaroj argumentin, të lutem. Se marrova. Ne kemi parë që një parti me 67.000 vota kanë zgjedhur një mandat, që do thotë ka shpërdoruar 50 vota, që janë 5 mandate. Kemi parë një parti tjetër që ka marrë shumë vota dhe prapë ka shpërdoruar mandate. Ne nuk mund të shpërdoroni votën e qytetarëve, nuk mund ta hidhim në kosht të plerave votën e shqiptarëve. Zgjodhëm koalicionin si vetëm vend ku ti maksimalizon vlerën e një vote, që nuk shkon asnjëherë kot. Arsyeja që unë kam dhënë dorëheqjen është fakti që unë përfaqësoja partinë tonë dhe partia jonë kishte objektiv të arrinte 10.000 vota. Në mos arritjen e këtij objektivi, përkundër një rënje shumë e madhe, unë mbaj përgjegjësi. Dhe përgjegjësia nuk është që unë them fal, sepse kështu jam mësuar në Shqipëri, thoni fali dhe e kalojnë. Përgjegjësia që duhet t'jap dorëheqjen. Ky është standardi jon, ky është standardi i konservatorëve, ky është standardi i partisë tonë. Ne kemi dorëheqjen e Sazangurit në muajin shkurt, në janar, kemi dorëheqjen e Altin Goxhës në muajin maj, nëse do zgjidhet një kryetar tjetër, ai prapë do të japë dorëheqjen nëse nuk arrin objektivin. Ne e kemi standardin që ne Aleanca Konservatore për Shqipërinë, çfarë do ndodh? Partia Aleanca Konservatore për Shqipërinë do të jetë një formacion që do të besojmë do të ketë një zhvillim të ri, totalisht që do varet nga bordi. Unë kam bërë një apel që ata të fillojnë menjëherë të riorganizimin në nivel kombëtar, sepse partia nuk është e një kryetari, partia duhet të jetë e një leadershipi dhe i përfaqësimit qytetar, dhe të përgatitet që tani përzihet lokale të shpejtë në Tiranë. Ajo që ka rëndësi në lidhje me atë që po nisë të thoja, duhet ta shpjegoj, ka të bëjë që unë besoj që kryetarët e qarqeve të Partisë Demokratike të koalicionit për Shqipërinë Madhështore, që kanë humbur, duhet t'japin urgjentisht dorëheqjen për atë lojë të shëmtuar që kemi parë dhe rolin e tyre në Tiranë, për shkak që ishte skandaloz, dhe t'i hapin rrugë atyre që janë votuar. Dhe kjo do thotë ti je i drejtë, ti je në përgjegjësinë që duhet një politikani. Si mundet Belind Këlliçi, i cili vendosi që qarku Tiranë mos ketë asnjë prezantim të kandidatëve të listës të qarku Tiranë, 37 kandidatë, të mos kishin asnjë prezantim publik, siç e pati çdo qark, ku ishin të gjithë kandidatët duke u prezantuar, ka bërë një performancë të një lufte totale të listës mbyllur kundër listës së hapur, jo ndaj me, por ndaj gjithë tjerëve, që kemi parë dhe i keni parë pa kënaqësitë se si kanë reaguar dhe në protestën e 16 maj që refuzuan shumë kandidatë në mënyrë skandaloze se si numërohen votat dhe se si është sabotuar kjo fushat e listës së hapur nga lista e mbyllur e Belind Këlliçit, i cili të qëndroi aty dhe Ilir Ali Mehmeti me kaq shumë vota të mos futet brenda. Jemi përballë një realiteti skandaloz që njerëzit nuk kanë turp të bëjnë karrierë duke humbur pas humbje. 60.000 vota humbi Belind Këlliçi në zgjedhjet lokale, ka humbur kaq shumë skandalozisht Tirana këtë herë dhe ai qëndroi aty dhe Ilir Ali Mehmeti të jashtë. Ai duhet t'japi dorëheqjen dhe të futet dhe Ilir Ali Mehmeti. Kjo duhet ndodhë në Durrës. Si mundet me një fushat kaq skandaloze të drejtuar nga Oret Bylykbashi, që është një nga masakruesit e reformës zgjedhore, të raportit me KQZ-n që ka pas opozita, që e kanë ndihmuar kaq shumë Ramën me rolin e tij në KQZ dhe me historinë 4-5 vjeçare, dhe ky njeri të ri aty dhe Aulon Kalaja, një hero i aktivizmit qytetar shqiptar, me një fushat të jashtëzakonshme të qëndrojë aty. Ndërkohë që unë duhet t'ju tregoj një flet, kjo këtu është me vulën e KQZ-s. Kjo është kërkesa që unë kam bërë për të marrë kutitë e votimit, videot e kutive të votimit, siç e bëri Aulon Kalaja, bashkë me mua datë në 2 ditë më parë,
sepse unë kam konstatuar deri tani që më mungojnë në mënyrë të referuar nga numëruesit, me dokumente dhe me fakte, rreth 800 vota, që kush i ka vjedhur do thuash ti. Po natyrisht, numëruesit i kanë vjedhur. Po kush janë këta numërues? Po bashkë janë, PD dhe PS. Që do thot, ne kemi pakënaqësitë tona, mbajmë përgjegjësitë tona siç japun dorëheqjen, dhe i ftoj të gjithë ata që kanë rezultatin ta bëjnë atë që kanë bërë unë, por duhet t'ju kujtoj që është më e rëndësishme nga të gjitha. Duhet urgjentisht të krijohet një frym pozitive në opozicë, është e rënë fare dhe fillon kur japin dorëheqje gjithë kryetarët e qarqeve që humbën zgjedhjet, që të zëvendësohen nga deputetët që janë votuar më shumë në të gjithë qarqet që kanë dështuar. Sepse ky është një akt moral për treguar që kjo parti mund të vlejë për ndonjë gjë. Ndryshe kjo nuk vlen për asgjë. Nëse japin dorëheqje të gjitha partitë opozitare, çfarë progresi do të ketë në fushën politike në Shqipëri? Unë thash për këdo që ka dështuar, duhet por t'japi në dorëheqje. aktualitet çfarë kontributi do të japi dorëheqja e gjithë partive opozitare? Unë besoj që nëse Sali Berisha do jepte dorëheqje tani, ai parti do shkatërrojë 7 copash. Këtë se diskutoj. Ai s'mund t'i pa e rregulluar parti, po nuk shoh në shpresë që mund ta rregullojnë atë parti, sepse e shoh shumë mirë si po sillen. Do nuk ka një akt reflektimi minimal. Duhet të ketë një akt reflektimi nga të gjithë. Këto zgjedhje janë vjedhur totalisht, janë manipuluar totalisht. Pa mjafton kjo. Po ku ishim ne? Ne heshtëm për këto gjëra. Unë kam luftuar, por heshtin këta. Po pse heshtin këta? Si që në përzihen korrupsion me KQZ-n për tendrat e KQZ-s për pajisje të identifikimit elektronik. Që kanë qenë mjeti kryesor i manipulimit të zgjedhjeve, sepse votonte një socialist 10 deri 10 herë. Dhe heshte të gjithë stafi i PD-s refuzoni të hapin telefonin kur u kërkoja llogari për këtë gjë. Mbajtur totalisht të izoluar në këtë fushat, sepse nuk doni që unë të zgjidhja pikërisht këto gjërash. Dhe kush janë emrat? Po ke Vikacun, përfaqësues të PD-s, që merres me KQZ-n. Ke gjithë stafin e PD-s në KQZ që heshte i gjithi me urdhën e Vicaso dhe nuk e di nga kush tjetër aty brenda. Ke Oret Bylykbashi që gatoi këtë lloj reforme në korrik 2024, që i dha Ramës këtë fuqi, me këto lista absurde të mbyllura të hapura, që ishin punojnë 100 veta ke listat e hapura që dalin deputet, listat e mbyllura, që të luftojnë 37 kandidat për një post. Për një karrike, për një pozicion përfaqësimi, që të rrinë ata aty. Këtë reformë që kanë bërë këta duhet marrin përgjegjësi këta që e bën këtë reformë. Duhet marrin përgjegjësi edhe Gazbardi që ka qenë pjesë e kësaj historie që në 2020-ën, me atë rezultat skandaloz në Fier. Duhet marrin përgjegjësi këto raste skandaloze në Shqipëri. Kush janë këta njerëz të cilët duhet bëjnë karrierë, duhet të gëzojnë për përdhimbjet që shkaktojnë të tjerëve. Kjo rënje kaq e madhe e shqiptarëve duhet ketë një përgjigje. Unë jam i sigurt që me dorëheqjen time kam tregu standardin ton. Unë se kam fare problem të jap një dorëheqje, sepse unë kam dhënë gjithë jetës dorëheqje, kur ka qenë puna për të qenë dobishme dorëheqja ime, apo për angazhime. Duhet të heqim dorën nga kjo filozofi, kaq absurde, që të bësh karrierë duke humbur, të shtosh karrierën sepse humbe, të bësh edhe më i fuqishëm sepse humbe. Ndërkohë që shohim Ilir Ali Mehmetin në Tiranë, Aulon Kalan Durrës, e shumë të tjerë, me kaq shumë vota, të cilët nuk futen në parlament, pikërisht për këto skema shëndyra që ta kanë ndjekur fushat. Tirana ka pas një antifushat të brendshme. Duke qenë se e shoh gënjimin tuaj për këto zgjedhje parlamentare, çfarë pritshmërish keni për zgjedhjet lokale, meqense ju përmendët që do të jeni një pjesë si formacion politik? Lufta e parë është të krijojmë një rezistencë kombëtare kundër diktaturës 84 votave. Nuk ka zgjedhje lokale. Zgjedhjet lokale do bëhet vetëm nëse do i rezistohet dhe do shkatërrohet ky sistem i plot manipulimi. Ne do përgatitemi për zgjedhjet lokale për të qenë gati, por nuk ka zgjedhje nëse nuk do të shkatërrojmë këtë sistem patronazhimi, që është një sistem kriminal i lindur që në vitet 1945, kur erdhën komunistët dhe morën pushtetin. Sepse gjithë ky sistem i manipuluar, i patronazhimit, themelit i ka ke disa struktura të organizuara të Partisë Komuniste Shqiptare, Partisë Punës, që quheshin qendrat e agjitacionit komunist, që ishin grupe që organizonin zgjedhjet, që kontrollonin çdo vot, që kontrollonin çdo qytetar dhe manipulonin çdo momenti. Unë dua t'ju kujtoj, dhe kjo është shumë e rëndësishme, se ne jetojmë në një moment shumë të dhimbshëm për Shqipërinë. Një moment i cili ka të bëjë me ekzistencën tonë si kombë. Nuk gjej më njerëz që nuk duan të ikin nga Shqipëria. Këto ditë u kam dëgjuar vetëm këtë muhabet nga të gjithë shqiptarët që kam takuar. Do ikim avokat se nuk rrihet më. Ka vetëm një mënyrë për të shpëtuar Shqipërinë. Mënyra e vetme është të rezistojmë. Dhe që të po për mendimin tim partitë kanë dështuar. Dhe ky është një fakt. Ajo që pam me partitë e Sorosit që futën në parlament është një dështim i antisorosizmit. Ka fituar Sorosi Shqipërinë. Sot parlamenti kontrollohet nga Sorosi.
Dhe në këtë realitet, ne kemi Tom Doshin që përcakton fatin e kushtetutës. Sot Murama mund të bëhet mbret, mund të bëhet pasha, mund të bëhet çfarë të dojë qefi atit. Mund ta shpallë Shqipërinë me i ka votat, ka gjykatën kushtetuese, ka KQZ-n, ka gjithçka. Në Shqipëri nuk ka pas zgjedhje këto vite. As nuk ka për të pas ndonjëherë zgjedhje, nëse nuk e rrezojmë këtë sistem. Dhe kjo nuk mund të bëhet me njerëz të korruptuar dhe të komprometuar në Partinë Demokratike që kanë manipuluar këtë proces duke fshehur të vërtetat për kaq e kaq kohësh. Jam shumë i revoltuar për lodhjet e papunme që pata, bashkë me kolegun tim Armando Vrushi, bashkë me miqtë tonë të Aleancës Konservatore, që kemi kërkuar të diskreditojmë sistemin, na shpenguar nga Partia Demokratike që ta bllokojmë sistemin e patronazhimit, sistemin e identifikimit të mashtrues elektronik që jep të pushtet. Çdo 2500 qendrave të votimit që të votonin nga 10 herë socialistët, nga 10 herë. Avokat. Heqni këta kur ne thonim që duhet futet dhe sekretari në lojë. Po. Më duhet ta mbylli sepse nuk na premton dhe koha. Faleminderit shumë. Atëherë një mesazh, një koment të fundit, të lutem. I bëj thjesht çdo që i bëj thjesht çdo shqiptari. Sistemi politik i partive ka dështuar në Shqipëri. Shqiptarët duhet të organizohen përtej partive për të shpëtuar Shqipërinë. Me 84 vota, ky vend varroset përgjithmonë. Faleminderit. Faleminderit juve. Kemi qenë deri tani me avokatin Altin Goxhej, tani do të shkëputemi në publicitet.